Udhëheqësit politik kanë nisur takimet për konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalan nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Fillimisht, kryeministri në detyrë i Kosovës, një herë kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, po takohet me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza në ambientet e kuvendit. Ndërkohë në orën 18 është paraprir takimi me udhëheqësin e LDK-s Lumir Abdigjiku. Takimet mes udhëheqësve politik vijnë 2 ditë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të qershorit, të cilat u mbajtën pasi muaj më parë partitë dështuan të arrinin konsensus për presidentin e ri të vendit. Kurti e ka ftuar në takim dhe kreun e aleancës Ardian Gjini, por ai e ka refuzuar ftesën duke argumentuar se partia e tij vetëse i ka paraqitur 6 kushte që do të duhej t'i plotësonte Kurti në këmbim të mbështetjes të krijimit të institucioneve. Sipas rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 7 qershorit, lëvizja vetëvendosja e Kurtit ka fituar 53 mandate, PDK-ja 22 ulse, LDK-ja 18 dhe Aleanca 7. Pas certifikimit të rezultateve, deputetët e legjislaturës së re kanë përpara detyrën e konstituimit të kuvendit, formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit. Për 2 të parat kërkojnë 61 vota në kuvendin prej 120 ulësesh. Partia e Kurtit I ka votat për 2 proceset e para pasi llogarit në votat e partive Pakicjo Serbe që kanë 10 mandate. Megjithatë, ende nuk ekziston një marrëveshje apo konsensus rreth emrit të presidentit. Për presidentin nevojitet prania e 2/3 të deputetëve në kuvendin që votimi në 2 raundet e para të jetë I vlefshëm. Në mungesë të një marrëveshjeje politike, kjo është e pamundur për secilën parti parlamentare. Kushtetuta parasheh që presidenti duhet të zgjidhet brenda 60 ditëve nga dita e konstituimit të kuvendit. Nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Nëse vendi shkon në zgjedhje sërish, atëherë ato do të ishin të 4-tat parlamentare që nga shkurti I vitit 2025.